moshës 8 vjeçare. Po am shkolla dhe babet i një moshën. Po ma mirë mu ma me qëta se me ikë me shku në për gërbete. Buke krype në vend tonë, 2000 euro muje. Në zë pritë që me kry shkollën në artë. Se me dalë në për ullë mu shëti. Këtan me mjellon 1000 euro si aja. Afer 500 copa. Po afer 100 euro. Përshëndetje miqtemi nga ona Adeja. Sot ndodhem në fshatin Zhër, ku komardh me taku një djalë 20 vjeçar, i cili vendosi që mos ta vazhdoj fakultetin e tij, mirë po të mirret me biznesin e tij, që tash më ka firmën e deleve Memaj. E për më shumë detaje, hajdeni me neva. Emrush përshëndetje, e lov. Si je? A u lova? Përshëndetje. Ti a e lov, të shko balan? Ka pak qështu. Qish po të shkon puna? Mirë shumë. Apo ta dan? Po. Do mos do. Në moshke je shumë i ri, 20 vjeta. Po. Po më trego pak për cilës moshke fillu me marrë me to. I moshës 8 vjeçare. Po am shkolla dhe babet i një moshën. A është trashëgimi apo diçka që keni zgjedhur? Po, trashëgimi. E bëni familjaresht? Po, familjaresht. Ma shumë kujdesëm unë edhe babi. Pse zgjodhet ti me kujdesi? Zakonisht atrit nuk e dojnë këtë punë heq. Po ma mirë mu ma me qëta se me ikë me shku në për gërbete. Ja, dhe me thonë të si një... Dë vlazën i kam në gërbet, njoni në Gjermani, njoni në Slovani. Po, une i kom thonë stop në gërbetit, ma mirë. Të na thënë, buke krype në vend tonë. Buke krype zamër. Po. Dhe me thonë të si i ri nuk e dënë gërbetin heq. Ja, jo. Edhe me të ofru në e farë oferte e mirë, na i pak, që shkojnë këtë atrit krejti, nuk e lëshëm. Ja, nuk e lëshëm. Ma mirë në punën teme, ratë. A të kanë thirë me... Po, më kanë the vlaznit. Si si pas ke vlaznit? Po, vlaznit më kanë the ajde, jo, i kumë. Por mu së në gërbit. E vlaznija tjera e dojnë këtë punë kur të vinë? Po, e dojnë. Shumë e dojnë, po, gërbeti. Sa dojnë punë delet? Dojnë punë shumë, këta. Shumë, tepër dojnë punë. Sa është e vështirë me kujdesin, sa që është më mirë me ta dhe derin sa po, mirë me ta? Po, 5 e gjysë që na vim, i shem, edhe fillëm i shem. Derin sa i me dela? Derë za ora 4 e gjysë qështë. Masane në kësham a 5 vim. Po mas shumë dhe të me thonë po kujdes që për të? Po, unë edhe baba. E a kanë fitim të madhë? Po, fitim tash për momentin kanë shumë mirë. A po më në nëzirë një rrugë gërbetit? Po, barëm edhe ma shumë. Edhe ma shumë se gërbetit, sa po e arrim pra vërsesh? Me nëzirë. Dikut deza në 2000 euro muje. 2000 euro. Sa po shqitit një? Tash më varët, 200 euro, 250, 300. Më varët që sho delje. E mishi sa po shkon? Mishi të shku e 13 euro kili. E kingjit. 10 euro e deljes. E hargjime? Qa i keni punë me hargjime? Po, këta normal kanë shpenzime, po shqyqyrë për zotit nga kanë imu edhe komuna, qeveria. Të thonë, po kene dhe subvencione? Po, mirë shumë. Po më të mja dollë. Po, zhëna pak po ecëm, edhe të regëm, a kina një të veçanta ju, a ka në emra këtu? Veçant, krejt janë të veçanta këta. Për ty, po, këtë veçanta. E emra ka në njona këtë? Po, njona që atje, është Gjivonijet. Qysh na i ka emrën ajo? Meca. Meca? Po. Hajtë të thirë Mecën pak. Ku e kemi Mecën, që edhe babi ka katu kujdes për to? Po, edhe babi, vazhdimisht edhe babi. Se që prej 8 vjeta, po? Po, prej 8 vjetë, mi janë... A më që mja dollë me qenë se ke qenë edhe në shkollë? Po. A së të pretë ke me kry shkollën në martë e dele? Po, vala. Me zë pritë që me kry shkollën në martë. A ke pas ndo një për agjykem për shkak se qysh më shtrejt me konë? Kom pas, po si Kjo avin punë shumë për ty? veshit. Ja, si avin shumë veshit. Qka ju thëshe, kur ta beshin lesa ke punë së për ty? Po, unë i thoj shumë, ma mirë me qëta mu ma se me dalë në apërullë mu shëtit. Po, si fëmin të qe. Me qëto. Ku i kena? Që kje qëto, a? Po. So i bën kja? Këtan me mjellon 1000 euro si aja. 1000 euro nuk e jatë? Ja. Pse e ki për zemër? Për qevi, për zemër, vjen ullët të une, vjen. A e bën këtë punë ma shumë ashta që ka fitim, apo që e dënë me zemër? Ja, këta e bëjmë me vullnet, me dëshirë. Nuk shyri, jo me fitu, ja, se për qefi. Vesh pi zemrës, pi marakit. Cila është puna e dy që kështë e bu?
Punën e dytë e kam për instalus elektrik shkollën kryne, qatë punën e kishëm bon. Po, se bënti, veç me shtatë, Po, ma shumë me qitë biznes. Çka kështë desh një thonë gjeneratës tona? Mos lakmoni në gërbet, se gërbeti sa është i mirë. Thonë mundë më mirë edhe me dele edhe me lepë se kofit e ma. Kafit im shumë mirë, tepër mirë. Ka. Sidomos që ta 2 vitet e fundit shumë mirë ka. E me sa kine i nisën fillim? Me sa dele? Baba i ka pas para luftës i ka pas 400 copa, mëse ne ju nda me vllaznin, e na kanë ra, ka 150 copa. A ne ke rrit numrin ta shiki gjithsej sa? 250 copa. Me kapital sa janë? Me kapital, ofër 500 copa. 500 copa çka? Dele. Me kapital kështu gjithsej, me shifër. Shifra mu po m'vin. Shifra. Para përsesht. Po, ofër 100.000 euro. 100.000 euro. Po. Po, sa dush. Po. Hargjime gjithsej sa pjo shkojnë? Po, varë, dëzan 12.000, 13.000 në shkajnë, argjime. Me tagjie, me yshe, me në kjetë, po. Më po m'vjen mirë që si i ri ke zgjedh këtë punë dhe jo gurbetin si gjenerata jote. Po, Ose... gërbetin, largë gërbet. He, se do pse i paske vllaznin ti, i paske su duta. Ja, i kom thonë bëni qka doni, unë e mija me ndile. Mas mirë, ti pëndzeshën një rrugë ma shumë se në gurbet? Po, shka me bon, paqare. Ma mirë këtu në biznis tonin, nga të familjes, nga të kjetë. A të lodhë që ke puna, ka momente ku Jo, me lodhësh? vullnet e bëjnë këtë punë. Do me thonë, as pak e lodhë shumë për ti. Jo, me vullnet e bëjnë shumë këtë punë. Unë të falenderoj shumë për kohën që ndave me neve. Juve faleminderit për juve. Kënaqësi dhe për neve që. Po.